e kemi theksu këtu, reforma zgjedhore nuk mund të ketë reformë zgjedhore pa praninë e Odirit. Do ftohet Odiri, do dërgohet ftesë Odirit, do dërgohet pasi të pranoj ftesën Odiri, duhet një ftesë nga të dy palët, ose të gjitha palët, nga pozita dhe opozita, dhe natyrisht, me praninë e Odirit, ne jemi të gatshëm të shqyrtojmë një nga një të gjitha rekomandimet e misioneve të vëzhgimit të cilat nga 2013 gjërë sot nuk janë marrë parasysh. Por reformën territoriale, ne kemi dorëzuar, në parlament ekziston një projekt i Partisë Demokratike dhe Opozitës për reformën territoriale, i cili ndryshon si nata me ditën me projektin që ka Normen Edi Rama. Edi Rama ka Normen faktikisht të pjestoj me disa herë fuqinë e votës qytetarëve shqiptarë, të largoj pushtetin prej tyre dhe t'i katandis nga 62 në mos gaboj në 28 apo 30 bashki dhe komuna. Natyrisht, reforma e parë e ti ishte një katastrofë, një kaos. Mjafton të rikujtoj këtu që një qark me 120.000 banorë ka 7 njësi të qeverisjes vendore, një qark me 1 milion banorë ka 4 njësi të qeverisjes vendore. Kjo është të vërtet për Tiranën dhe Gjirokastrën. Kështu që për këtë të dytën nuk mund të shprehem, sepse edhe këtu ne kemi një kusht të panegociueshëm, praninë e përfaqësuesve të Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Europës.